Shikues Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Top Talk Economy. Unë jam Angelo Aruni. Sot do të diskutojmë sërish, do të mbetemi në kuadrin e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të zhvilluar në datë 11 maj në vendin tonë. Do të analizojmë më shumë tani nga ata të cilët e kanë parë më në detaje të gjithë procesin, ndjekur nga vazhdimsi nga fushata tek dita e votimit, por edhe çfarë pritet ndodh më pas. Kam kënaqësinë që të kem në bisedë sot zotin Rigel Xhemollari dhe Miguel Qiraxhi, nga Qendresa Qytetare, një prej organizatave të cilat e kanë ndjekur më në detaje ka qenë watchdog i këtyre zgjedhjeve. Mirë se vini. Shumë faleminderit. Rigel, ndoshta e nisim së bashku edhe për atë çfarë organizata juaj ka pasur si rol gjatë këtyre zgjedhjeve. Keni ndjekur çdo gjë, nga premtimet e partive tek mënyra se si është bërë fushata nga vetë kandidatët, gjua e përdorur, më pas gjithë procesi i kostove, financimit e deri tek dita e zgjedhjeve. Kemi tani më raporte të organizatave të ndryshme nga OSBE, ODIHR e Meradh, të cilët japin një panoramë deri diku pozitive me problemet e veta të këtyre zgjedhjeve. Ju si do ta shihni këtë proces? Në fakt, ne kemi parë, kemi ndjekur, monitoruar fushatën dhe ajo si konkluzion që mund të nxjerrim tashmë pasi fushata ka përfunduar dhe votuesi e ka çuar vullnetin në kutinë e votimit, është që kemi konkluduar në dy probleme të rëndësishme që kërkojnë ose duhen adresuar në zgjedhjet e ardhshme. Një problem ka të bëjë me vetë sistemin zgjedhor dhe vetë ligjin zgjedhor, që është financimi i partive politike dhe mënyra se si ato i shpenzojnë parat, qoftë në raport me median, qoftë në raport me publikun, qoftë në raport me fushatën në diasporë, e cila ishte një risi, por duke qenë një fushat e pa kontrolluar në aspektin ligjor, mund të ketë pasur shumë drejthije sa i takon shpenzimeve. Dhe pjesa e dytë ka të bëjë me edukimin politik të zgjedhësve dhe të publikut, qoftë edhe të rinjve. Kjo për shkak se ne apo politikanët tanë të gjitha kaveve politike na sollën një fushatë e cila nuk ishte përqendruar tek qytetari. Pra nuk ishte një fushatë e cila vinte zbriste poshtë. Ishte nga një ranë kishim premtimin për një pasaportë europiane, populizmin e kryeministrit, fushatën groteske që ai prodhonte, nga ana tjetër kishim një lider të opozitës i cili qëndronte mbi një shtyllë të Shteteve të Bashkuara që ishte strategu i fushatës dhe që do e sillte fitore nga SBA-ja dhe jo një fitore që duhet të buronte nga vetë qytetari. Dhe sigurisht këto dy përplasje e lanë qytetarin të papërfaqësuar në fushatë. Si e lanë të papërfaqësuar? Do të thotë ne gjatë gjithë fushatës, përveç zgjedhjeve, merreshim edhe me çështje të tjera, siç ishte çështjet e AKU-s apo elmimet, çështjet e çmimeve, të ushqimeve që vijonin, rriteshin dhe vazhdojnë të rriten, çmimet e apartamenteve, apo çështjet të cilat qytetarëve i rëndojnë çdo ditë. Unë mendoj që nuk u reflektuan këto, dhe këto nuk u reflektuan për shkak se politika nuk ju përgjigj qytetarëve, por dhe qytetarët nuk i kërkuan llogaritë politikës. Miguel, tani më duket sikur jemi pak larg nga ato fushatat e 4 apo 8 viteve më parë, me flamuj, me slogane, me zhurmë, mitingje, tubime, edhe presione, duhet thënë, në qendrat e votimit, pavarësisht se pati sërish raste po ishim më të izoluara. Kemi bërë një progres në këtë drejtim, në atë çfarë është apo mund quhet një fushat dhe një proces zgjedhor qytetar, apo janë zbuluar tani më taktika të reja të fshehura që do duhet të mësojmë, sikurse ajo që përmendi Rigel, si me çfarë mund ketë ndodhur në diasporë për shembull. Angelo, ju keni drejtë dhe në vendin tonë për shkak të një shoqërie të polarizuar, ndonjëherë gjen veten në vështirësi për të thënë që këto janë zgjedhje të mira, sepse një pjesë e shoqërisë do mendojnë që ne nuk i njohim, nuk janë zgjedhje të mira edhe po bën le të themi punën e opozitës e cila kërkon punën e pozitës e cila kërkon të certifikojë zgjedhjet. Por në raport me raportimin e ndërkombëtarëve dhe në raport me çka ne jemi mësuar, unë jam brezi i tranzicionit dhe i kam kaluar le të themi të gjitha zgjedhjet që vendi jon ka kaluar, por në vitet e fundit ose në 4 zgjedhjet e fundit unë kam monitoruar. Edhe sigurisht që mund ta evidentoj që zgjedhjet në Shqipëri
gjithnjë më shumë rritin kualitetin e tyre. Sigurisht, a ka problematika të cilët e shoqërojnë procesin zgjedhor? Absolutisht po. Për shembull, në këto zgjedhje, si në çdo zgjedhje edhe të kaluar, problemi i politizimit të administratës zgjedhore, ku le të themi komisionerë të cilët prej muajsh janë përballë njëri tjetrit në fushat për të fituar vota, në një moment caktuar në ditën e votimit vinë të gjithë brenda një tavoline. Dhe ne presim që të gjithë ai tension të mos shoqërohet ose këta njerëz të purifikohen nga ndikimet partijake dhe të administrojnë një proces të drejtë. Në këtë kuptim, sigurisht që administrata zgjedhore ka nevojë të adresohet, që të jetë më pak e politizuar edhe të jetë, le të themi, më civile. Jo e mbritur nga partitë politike. Nga ana tjetër, për herë të parë në këto zgjedhje ne kemi intensitet më të lartë të organeve ligjzbatuese. Me 10 raste të procedimeve penale për krime zgjedhore, 6 raste të arrestimit të qytetarëve të cilët fotografonin zgjedhjen në le të themi votimet, fletën e votimit, dhe në këtë kuptim mund të themi që është periudha më e mirë mbuluar nga organet ligjzbatuese. A kemi nevojë ne, a jemi ne dëshmimtar të tensioneve dhe të tjera edhe elementeve të cilat ndodhin më të sofistikuara? Po, sigurisht. Sa më shumë shtrëngohet laku për të minimizuar kundravajtjet, sigurisht që ata që kanë një vullnet për të shkelur ligjin, sigurisht bëhen më të sofistikuar. Po ka një seri aktorësh të cilët mundohen ta mbajnë përgjegjës. Me ekipin e qendresës ne kemi denoncuar, i kemi dalë përpara të gjitha atyre që ne kemi menduar shkelje, por me evidentja në këtë, le të themi, në këto zgjedhje ka qenë falja e gjobave të kryeministrit 2 ditë e fundit para zgjedhjeve. Dhe nëse ne kishim bërë një progres sa i përket përdorimit të burimeve shtetërore, në 4 muaj me ekipin e qendresës me monitorues, vëzhgonim dhe me lup se kush do shkelte diçka, ndërkohë që me një vendim të madh, kështu dritë të diellit pas një kokçarje, kryeministri vendos të falë gjobat 2 ditë para zgjedhjeve, që ne pretendojmë që është në shkelje të ligjit dhe sigurisht e kemi ngritur çështjen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e cila për shkak të kohës së limituar i takon të hetohet mbas zgjedhjeve ku efektin e ka kryer dhe edhe nëse do ketë një precedent të dënimit, sigurisht do vlerësohet, por nuk mundet që ta parandalonin para zgjedhjeve. Sigurisht do të fokusohemi më shumë tek pjesa e fushatës, sikur se ti e përmendë, keni monitoruar çdo gjë realisht me lup dhe një pjesë e madhe atyre raportimeve kanë buruar pikërisht nga qendresa, por flasim pak për pjesën e kostave. Zgjedhjet në Shqipëri, Rigels, vazhdojnë edhe rriten, fryen si gjithmonë me buxhetet që merr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë politike në vendin tonë, por që nëse do të ishte rezultati zgjedhje që pranohen nga të gjithë, një votë e cila nuk tjetërsohet, një proces dhe procedurë me rregullt, ndëshkimi atyre që kanë shkelur ligjin, besoj gjithë bjem dakord që është një kosto që ja vlen. Por në Shqipëri, me fondin që shkon 3.7 miliard lek, afërsisht 40 milion euro mund të themi, me investimet bëra si në votim elektronik, si në votën e diasporës, angazhimin e strukturave të reja shtesë, siç ishte Spaku që merrte një rol të shtuar në këto zgjedhje. E ke parë që këto kosto të shtuara kanë prodhuar rezultatin e dëshiruar? Ose standardin e dëshiruar? Ose standardin mbi të gjitha. Shiko, nuk ja vetëm këto. Ne si shtet i japim edhe partive politike një sasi të madhe parash që ato të bëjnë edhe një fushat në raport apo në të ligjshme, pra një fushat që ato të kenë edhe një lloj barazie, bazuar edhe në elektoratin që përfaqësojnë, që të kenë mundësi të shkojnë elektoratit, të flasin aty dhe besoj që e kemi të mbuluar ekonomikisht apo të mbi mbuluar ekonomikisht fushatën zgjedhore. A kanë prodhuar këto para që ne i kemi dhënë partive, a na i kanë kthyer në një zgjedhje me standard, deri tani jo, sepse nuk e kanë pranuar rezultatin. Pra kemi të paktën 3 palëzgjedhjet e fundit që njëra palë nuk pranon rezultatin që merr pala tjetër, dhe në këtë moment të gjithë sytë ndërkombëtar nuk na certifikojnë si një vend që ka kaluar tranzicionin, sepse njëra palë thotë që u vodhën, tjetra thotë që ishin zgjedhje normale.
Edhe raporte ndërkombëtare thonë deri diku që ishin zgjedhje të mira, por kishin probleme dhe duke e lënë këtë çështje në diskutim të hapur edhe për 4 vite të tjera, pastaj ne bëjmë reformë dhe këtu ka kosto të tjera, pra nuk mbaron këtu koste, bëjmë reformë, thrasim ekspert ndërkombëtar, prodhojmë drafte të reja, ndryshojmë sistemi vjen me kosto të reja, siç erdhi vota e diasporës, e cila do përllogaritet, po deri tani është diku tek 80 euro, rreth 80 euro një vot. Kështu që kjo ka ardhur edhe nga mosbesimi që palët politike kanë tek procesi zgjedhor, se mund të votojë edhe në ambasadat, kishte një kosto akoma më të ulët. Votimi elektronik, gjithashtu numërimi, identifikimi elektronik, pra gjitha këto janë kosto që i shtohen një procesi i cili për palët politike edhe të zhvillohet në kushte sterile, sa i përket ndonjë manipulimi të votës, përsëri do të gjejë një shkas për të mos pranuar rezultatin, kështu që mirë është të gjejmë formën që financon më pak shteti shqiptar, por që garanton një minimum të integriteti zgjedhor, sesa ne të vazhdojmë të shpenzojmë dhe të kemi këtë përgjigje nga palët cilët ne paguajmë me taksat tona. Miguel, duke u ndalur pak tek votimi elektronik, pa dashur të hyjë në atë çfarë është autoriteti dhe vendimarrja që i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që zgjodhi të publikonte një ditë më pas një kërkese për të mos ndikuar, le të themi, edhe në procesin e numërimit, pavarësisht diskursit që bëjnë partitë që e dënojnë apo e aprovojnë le të themi nxjerrjen e rezultateve orë më pas, ndërkohë që do duhet që ta kishin në kohë reale më njëherë pas zgjedhjeve. 10% e votave të Tiranës, kaq kishim votim elektronik, gjithë pjesa tjetër e vendit në errësirë me një procedurë e cila shkon dhe vazhdon për ditë të tëra sërish me radhë, ndërkohë që kemi shembuj si Kosova që i nxjerr rezultatet brenda natës edhe atje kontestimi sërish është por shumë i vogël nga ana e partive. Ja vlen që të angazhohemi duke investuar sërish më shumë në zgjedhjet e kaluara për votim elektronik, apo duhet që të themi që nuk bën për ne? Absolutisht jo. Nuk mendoj që ne jemi në situatën ku duhet themi që votimi elektronik nuk bën për ne, por mendoj që eksaktësisht votimi elektronik bën për ne. Sepse ne tashmë nuk jemi në atë situatën ku teknologjia ishte një vështirësi për popullatën, fjala vjen babai im ka një moshë 74 vjeçare, është i varur nga telefoni. Jo siç dikur ishin të varur brezat e ri nga telefoni për të thënë që ne nuk e përdorim më dot telefonin. Domethënë, ajo që ishte le të them pengesa më e madhe e brezave të vjetër, të cilët nuk qaseshin dot teknologjisë, nuk është më le të themi një realitet sfidues në vendin tonë. Nga aspekti besueshmërisë, unë mendoj që gjithashtu ne kemi kaluar besueshmërinë tek teknologjia, ne gjithë lëvizim para nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet llogarive bankare, dhe kur ne i besojmë parat teknologjisë, nuk mundet që të themi nuk i besojmë dot votën teknologjisë. Kështu që në këtë kuptim edhe në këtë element do duhet që ta kemi të tejkaluar. Çfarë ndodh me teknologjinë në zgjedhje dhe si ka evoluar? Ne këto janë të treta zgjedhjet që zhvillojmë në teknologji dhe nëse në zgjedhjet e para dhe të dyta kishim një zgjerim ose nga e para te e dyta kishim një zgjerim të hartës së votimit elektronik, në këto zgjedhje në mënyrë të pakuptim, kur palët nuk i besuan, edhe për shkak të një kërkese direkte të Partisë Demokratike, u zvogëlua le të themi harta e votimit elektronik, por për te zvogëlimit të hartës së votimit elektronik, po prej Partisë Demokratike, njërës prej palëve kryesore në zgjedhje, u kërkua që rezultati i votimit elektronik të shtyhej me një ditë, në mënyrë të pakuptueshme. Unë mendoj që mund të kishte vënë edhe një rezistencë me shtuar e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta publikuar në mënyrë të menjëhershme për të thënë që votimi elektronik këto benefite ka dhe shikoni se sa shpejt del, por nga ana tjetër duhet jemi të kuptueshëm që një komision qendror zgjedhor që rolin e saj e ka arbitrimin, do duhet kujdeset kur njëra palë mundet ta kërcënojë votimin elektronik për ta eliminuar ose për ta vrarë fare, lindin kushtet edhe për tolerancë nëse këto kërkojnë. Kështu që në këtë sens unë mendoj që vullneti për të pasur votim elektronik duhet vi nga palët të cilat garojnë, të cilat duhet i qasen me vendimarrje dhe le të themi në mënyrë obligative Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ta zbatuar në mënyrë të më të shtrirë.
është zgjidhje për ne, sepse na shkurton, le të themi, numërimin, i cili mund të bëhet tashmë me teknologjinë e inteligjencës artificiale, të gjitha ato fletë që ju e shikoni që lexohet njëherë partia, njëherë emri, këto mund të detektohen shumë lehtë nga le të themi pjesa e makinerisë, pra dhe nëse ne kemi votim fizik, të paktën numërimi mund t'i besohet teknologjisë. I vjen fletët, gjitha fletët, makina i lexon. Megjithëse ne mund ta bëjmë edhe në total, ku edhe pjesa e votimit të bëhet elektronik, dhe kjo do ishte, kam përshtypjen, gjëja më e nevojshme në vendin tonë, ku shmangim gjithë këto situatat e erdhi komisioneri, nuk erdhi komisioneri, kush mori vullën, si e pa njëri komisionerin tjetër, jo po dikë zuri gjumi, dikë nuk e zuri gjumi, më pas bllokohet numërimi, nuk bllokohet numërimi. Të dalim nga kjo situatë, ne mund ta thrasim në ndihmë teknologjinë. Kjo është bën edhe një ndër problemet kryesore që ka sot procesi zgjedhor, që janë komisionet politike. Pra nëse ne instalojmë pajisje dhe teknologji, atëherë komisionet politike do të zvendësohen nga teknikët dhe IT-t, cilët thjesht do të menaxhojnë pajisjet. Kështu që me një rrugë ne mund të zgjidhim dy punë, pra të heqim komisionet politike që shkaktuan këto tensione, këto përplasjet verbale, këto konflikte deri në fizike, po nga ana tjetër krijojmë edhe një proces sa më efikas për sa i përket votuesve. Pse nuk e dihet se mund kemi raste pastaj jo ikën dritat nëpër qendra votimi, jo nuk na punoi sistemi interneti, po Mira, ka skepticizëm, sigurisht ka pasur, dhe kjo ka qenë një ndër arsyet që dhe votet diasporës nuk u bë elektronike, pra nuk u bë nëpërmjet një platforme të cilën e propozoi dhe komisioneri, por u zgjodh forma fizike, pra nëpërmjet një poste të besueshme, e cila do të trokiste deri më deri. Po përqendruar pikërisht tek votat diasporës, kostot nuk ishin të vogla, veçanërisht për transportin postar që ishte pesha kryesore. Me këtë formulë që zgjodhëm të votoj, afërsisht 9.2 milion euro, shifra do të merren vesh më vonë në momentin që bëhen bilancet zyrtare. Sërish pati skepticizëm, sërish pati dyshime, veçanërisht me votën e shqiptarëve të Greqisë, sepse u nënkontraktua gjithë diskursi që bën politika sot. Por në fund, ato 195.000 vota afërsisht që mbërritën në Shqipëri, arritën që të përkthejnë realisht vullnetin e shqiptarëve që sot jetojnë në shkufive? Pyetje drejt. Në fakt, ato vota cilat sot po numërohen në Parkun Olimpik, nuk prodhuan një kuti më vete, një dhomë më vete në parlament që të përfaqësoj interesat e diasporës. Por, këto vota me shumë mundësi, dhe siç po e shikojmë, nuk po ndryshojnë ende rezultatin e mandat të zgjedhjeve që ndodhen brenda vendit. Dhe duke mos bërë këtë gjë, atëherë thjesht janë ndarë në qarqe, janë ndarë në kampe, janë përfaqësuar nga të njëjtët politikanë, ne nuk pam as alternativë të diasporës, as kandidat të diasporës në listat e dy palëve, as program për diasporën, as mënyra se si diaspora do kontribonte në vend dhe se si ne do kontribonim në diasporë. Kështu që nuk e pam as në fushat, nuk e pam as në lista dhe me shumë mundësi nuk do ta shikojmë as në parlament. Pra e llogaritëm thjesht si një vot që shton disa mandate në një forcë apo në forcën tjetër, apo jep mundësi disa njerëzve të brenda vendit të hyjnë në parlament dhe të përfaqësojnë ata jashtë vendit. Për mendimin tim do të ishte mirë që këta 200.000 njerëz të cilët kanë votuar nga jashtë kishin dhomën e tyre, pra sikur të kishin dhe një deputet dhe dy deputet brenda kuvendit, por ama këta deputet të përfaqësonin interesat e diasporës reale, diasporës ekonomike, politike, diasporës së arsimit, akademike, që do të thotë se çfarë kontributi do sillte diaspora këtu, si do të pritej këtu dhe se si do të transmetohej ande. Migen, sikur se ti përmendë që dyshimet për votimin elektronik sollën që të kurri harta. Mendon që me nëse do të shkëpusnim, një parlament i diasporës, votave sot do të kishte 90 mandate për Partinë Socialiste, diçka rreth 12 deri në 15 mandate për partitë alternative dhe një të kurrje të Partisë Demokratike, shumë më shumë se 50 mandate që arriti të marrë në këto zgjedhje. Mendon se pas 4 vitesh do ta kemi sërish, apo do të sulmohet, do të shohim një tjetër reformë, një tjetër mënyrë se si mund të shprehet vota e emigrantëve?
Pyetja është e drejtë, por duhet adresuar le të themi në gjenezë të problemit. Pra ne mundet të diskutojmë mbi problematikat, por mirë është të themi nga vinë. Edhe pavarësisht se ne mund të diskutojmë për votë diaspore, për le të themi për elektronik ose jo, duhet kuptojmë që partitë politike janë ato që vendosin rregullat, partitë politike janë ato që orientojnë diskurset, partitë politike janë ato që polarizojnë shoqërinë, dhe ne nëse nuk ja dalim si shoqëri të ndërtojmë parti politike të cilat janë konkurruese me garë, dinjitoze dhe që respektojnë le të themi hapësirën publike shqiptare, nuk do shpëtojmë dot çfarëdo mekanizmi që t'i ngjisim bashkë këtyre institucioneve. Nëse një parti politike ka vendosur që le të themi të destabilizojë një sektor të shoqërisë ose një sektor të një fenomen që ne mund të kemi ndërtuar, kjo mund të ndodhë, por unë jam i bindur që nëse këto do të ishin më demokratike brenda forumeve të tyre, ne do kishim një realitet tjetër. Dhe kjo duhet të ndodhë patjetër. Partitë demokratike partitë së brendshmi duhet të demokratizohen. Nuk mundet që të lihet në dorë të disa njerëzve të cilët në një moment të caktuar mund të kenë agjendë të zhbëjnë praktika të mira, siç mund të ishte praktika e votimit elektronik, sepse mund t'i kalkulojnë që na duhen disa trazira për të justifikuar humbjen që është e parashikueshme. Në këtë kuptim, vendit i bëhet mirë parti të forta, po nuk ka për të pasur parti të forta nëse antarët e tyre të cilët i përbëjnë këto forume nuk e mbajnë përgjegjës le të themi elitën politike të partisë së tyre. Dhe kjo nis shumë më herët nga ato forumet e lagjeve, ku përgjithsisht njerëzit numërohen vetëm si numra, nuk numërohen si zë i shtuar, nga kontributi qoftë edhe financiar i partive i antarëve në një parti politike. Pra e thënë troç, sot një antar i Partisë Socialiste ose një antar i Partisë Demokratike nuk e di sa e ka kuotën vjetore të kontributit të tij në parti. Megjithse ligjërisht partitë deklarojnë që gjithë antarët kontribojnë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që qytetari poshtë, antari poshtë i partisë nuk kontribon, pra nuk ka idena sa kontribuohet, për pasojë nuk është llogari kërkues, nuk kërkon llogari. Dhe sigurisht partia priret t'i jap llogari atij që sjell pjesët më të mëdha të parasë, përgjithsisht janë të lidhura me botën e errët dhe jo individit poshtë, dhe pastaj bëhet kjo shkëputja ku ne të gjithë keq përfaqësohemi nga këto parti politike. E zbrita shumë poshtë përgjigjen e pyetjes tënde, sepse besoj thellësisht që demokratizimi i partive politike mund na sjellë një jetë më të mirë në të gjitha nivelet të cilat ne diskutojmë, dhe sidomos për procesin e zgjedhjeve, i cili është një proces me plot procedura të cilat nëse ti ja vështirëson ose ti vendos të mos i njohësh, mund të kalosh në terma populizmi, siç jemi duke rrezikuar tani, që një partia kryesore e opozitës në vend nuk njeh zgjedhjet. Dhe sigurisht e fut vendin në një krizë le të themi shoqërore, mbase politike jo, sepse kemi tashmë për fat të keq, po them, të demokracisë, kemi një parti shumë të fortë e cila ka pushtetin, por që gjithsesi unë mendoj që kjo është një detyrë që duhet bërë një sahat më parë. Ndërkohë do të shkëputemi për hapësirë shkurtër publicitare, kur do të kthehemi të diskutojmë më shumë për aspektin tjetër të këtyre zgjedhjeve, fushatën, fondet që u përdorën, nga buruan ato edhe deri tek premtimet dhe çfarë do të ndodhë pas 11 maj me këto premtime të bëra qytetarëve.